Neve është na ushkel ligji para syve çdo ditë. Pra, kur po e them çdo ditë, prej këtujt i kena 20 metra, dalim semafora dhe kemi pa 10 fëmijë të cilët janë të lyp. Këtu nuk duhet me harru elementin e parë. Na e kemi shtetin i cili duhet me mbrojtë të drejtën e punëtorit edhe jetën e tij. Dhe kjo është përgjegjësia të cilën fillimisht na duhet me lyp. Avancimi shkon me sindikata. Shteti duhet me zbatu ligjin. Edhe është i drejtë, apo të për ligj, shteti edhe me pas sindikat, është i drejtë ligjore. Neve është na ushkel ligji para syve çdo ditë. Pra, kur po e them çdo ditë, prej këtujt i kena 20 metra, dalim semafora dhe kemi pa 10 fëmijë të cilët janë të lyp. Është shkelje flagrante e ligjit. Të cilën ndodh, e cilën nuk ka sindikat fëmijë, i cili është nën moshën 8 vjeçare, i cilën e kanë qitë me lyp. Ai nuk mundet me pas sindikat. Ato punëtori që po vdek, ish dash me pas sindikat. I kalojnë 100 zyrtar të shtetit në semafora, e këshyrin, jalshojnë syt e injorojnë problemin. Ligji shkelet që aty. Zyrtarët e shtetit kalojnë para objekteve cilat nuk kanë skele, cilat janë të rrezikshme, i shohin, i këshyrin seri dhe vazhdojnë. Zyrtarët e shtetit nuk e zbatojnë ligjin. Ata janë thirrur për me zbatu ligjin. Zyrtarët e shtetit nuk e zbatojnë ligjin as në projektet infrastrukturore publike. Këshirni, dilni sot, në secilin vend ku ka vend punishte, nuk zbatohen standardet e sigurisë në punë. Me paret shtetit paguajmë kompanitë të cilat e shkelin ligjin e punës. Në mënyrë flagrante. Hyn njerëz që s'kan mbrojtje, hyn njerëz që punojnë pa pajisje, vend punishtet janë të parrëthume, shteti i pagun, sepse në secilin kontratë siguria në punë është e buxhetuar dhe ato pare vjedhen, shteti toleron këto punë. Pra, kjo është niveli llogaridhënies që na jeni aty e lyp. Jo në disa elemente sindikata, avancime e tjera.